Një nga gocat më ka pyetur se si të bëjmë ky ndikum, përveç se pyetjeve të shumta që janë në lidhje me një vend pune, ka edhe persona që janë shumë të interesuar se si ta lënë atë vend pune, pasi nuk janë të kënaqur ose kanë arsyet e tyre personale. Atëherë për të dhënë një ky ndikum duhet çdo gjë shriftlisht, pra çdo gjë e shkruar me shkrim dhe me firmë dhe me vull. Pra, si fillim duhet të kërkoni në internet ky ndikum musta, pra një formulim të një ky ndikungu, të një dorëheqje, të cilat kryesisht janë të gatshme në internet, mjafton që ti shkarkoni, ti plotësoni me të dhënat tuaja dhe të dhënat dhe adresën e punëdhënësit, të firmosni dhe ti dërgoni. Për gocat që kërkojnë ndihmë dhe mendim, mund të shikojnë këtë foton që un kam ngarkuar, pra këtë screenshot që kam bërë, se si duket një ky ndikum, pra në një formë të tillë mund të kërkoni fare thjesht në Google që ky ndikum musta dhe ju dalin pafundësisht. Mjafton të keni PDF ose të keni një skan që ti skanoni dhe ti plotësoni në mënyrën tuaj dhe me të dhënat tuaja.